2026. Kemi të bëjmë shumë me një ndikim shumë të madh, sepse lidhet edhe me anën e pozicionimin e planeteve, ku do të thot mundësi, ku do të thot rëndësi. Kjo ditë e martë na mëson shumë gjëra të datës 12, ku do kemi mundësinë për të zgjidhur çështjet nga më të vështirat ose gjërat nga më të mëdhat që mund kemi pasur ndonjëherë. Sepse është kjo periudhë, është ky moment që do ta shikoni dhe vet, ku gjërat do jenë në favorin tuaj. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për punën dhe për karrierën, për ndryshimin e madh që vjen në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Prandaj koha tregon që juve jeni me shumë fat, I keni mundësitë për të bërë ndryshimin e madh. Kështu që kjo ndodh tani në këtë periudhë, duke pasur parasysh përfitojnë shumë shenjat e ujit që kanë një ndikim shumë të madh, që janë gaforet, janë akrepët, janë peshqit të dhjetëçit të tretë, kanë mundësinë e artë në këtë aspekt. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë drejtim. Para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite